Nuk është mirë që të kritikojmë kolegët, po kjo ma ka nxjerr, më ka çmendur fare. Dëgjojeni edhe gjykojeni gazetaren me fanë se si e pyet pse. Dëgjoni. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë dha urdhër që 17 shëmbull ajror. Pra po flet për luftën në Kosovë që kjo është kosovare. Dhe paralizonin të gjitha bombardimet që bëshin nga januar në Kosovë. Për çfarë mundje të fol? O njerëz, gazetari e pyet, për çfarë muj jenë të fol? Ai thot për bombardimet thot, që nga baza Avianos, ajo se jeton hën ajo. Për çfarë muj të fol? Po kur filloi më tyt sulmi spektakolar i NATO-s? Dhe gjithë telefonin tim nga Karale, më dolën telefonet, e kanë botur ata. Po? Ne kanë botur ata dhe më thotë që nëse vjen flota ruse në situatë, për neve është major do bëhet, bllokohet komplet bombardimet e asaj. E ku ish nis flota ruse në orë? Nga Sevastopoli doli. Pra, pyetje e parë. Në çfarë muj po flasim neve se unë jam në hënë dhe nuk di që në Kosovë bëhej luftë. Dhe pyetja e dytë. Po kush nisu kjo flota ruse? Vllezit e mëdhenj të Vučićit, që ai e tha, ne bombardonim nga Aviano që kalonin Adriatikun, nëse nuk e di hartën moj gazetare, Aviano është një qytet në Itali me bazën që pagunte NATO $1 miliard që ranë në vit dhe bombardonte Serbin që të çonte Kosovën tënde, që ti pyet po kush e nisur ajo? Kush? Nuk e di hartën. E Xheliti doli para gazetarëve të mesmen dhe deklaroi botërisht flotën ruse për 17 anijesh. Unë si kryeminist turqisht nuk mund ta lejoj të kaloj një hersh e gjithë, për arsye se ajo do shkojë të bërë pjesë e një lufte që zhvillohet në Kosovë. Prandaj, edhe si antar i NATO-s, a ndiqoj Rusia? Rusia u tërheq? U bllokuar. Edhe e treta e vërteta e çmendurisë, edhe a dëgjoi Rusia? Po nuk e di historinë tim i gazetare që Rusia u kthy mbrapsht në Bosfor dhe nuk erdhi sepse ta tha zotëria i nderuar i atasheu më i mirë ushtarak shqiptar, i cili ta shpjegoi që baza Avianos që neve me NATO-n bombardonte dhe na çliroi Kosovën tënde që ti nuk e di se kur ç'a muaj, ku bi Aviano, ç'a donte ajo flota, ku do shkonte. Nuk e di.